Ata pas kanë pritë që Vjosa Osmani mi thonë sekretarit shtetit për tregtit jashtëm, mi thonë qëre unë nuk vinë takim ku ndonë milionat e bankave amerikane për Ballkanin, se gjuri që është aty. Apo kupton, ku i keni pa atë film, për kanë jeni të punu. Ose për shembull shkojnë ku investohen edhe janë fotografit ku Vučići me Albinin bëjnë foto familjare, po nuk ma ban Albinin tradhtar kjo. Okay. Po pse e ban Vjosën tradhtar jo? Pse e bani motër të Vučićit? Me cilën arsye? Ose po doni me përballë çështu që mi fitu zgjedhjet? Okej bre, hajde që po bëmi krejt bashkë ja hapëm edhe 70% kënaqi me krejt pushtetin. Edhe e keni marrë pushtetin të nderuar kolegë të vetëvendosës, që edhe presidentin e keni marrë dhe kryetarin e parlamentit, e keni edhe kryeministrin, çka po doni më shumë? Edhe mret më bëha çka? E keni, tash i keni 3 pushtetet, çoj punoni në sen. I keni 3 pushtetet, që Albulena është edhe kryetare e shtetit, edhe Kosova është u zhvillu Zvicër u bë. Pesi ka ardhur Albulena, kryetare e shtetit, more Amerika, more NATO, është e pritë Albulenën, edhe Trumpi e priti Albulenën, se u bën mirë për Kosovën. Po qoj punoni hisnë dhevin atje te Prizreni, qoni shkoni nëresh në rrugën për Lipjan, e këshin bë gropa shumë të madhe, kur del prej Prishtina Mallit, mi të regu ka shkojsh për Lipjan, vish i këshin bë do gropa edhe i këshin donë, janë që një vjetë që ashtu. Kapni që ato rrugë nëresh një ma shpejt se kanë më në ardhë mërgjimtarët, unë e kam frikën për që ata vlazit me mërgjimtarë, mës për na binë që ato gropa, si që në ranë 2 zonjat Shqipnisë edhe vdicën, se se kanë ditë aty që ka dhe, edhe që janë të pas aksidente, kësha lutë t'i kapëm qëto punë, t'i kryna, e për tradhtar, asi matmi kush është tradhtar, dhe më thonë, sepse tash edhe mu kanë më më qujtë tradhtar, e une